2 ditë para zgjedhjeve, me çakull elektoral, asfalt elektoral, oligark, ndarje ndihmash, shpërndarje parash, blerje votash, me fjalë të cilat janë të denoncuara nga ana ime në SPAK, disa drejtues policie, edhe njerëz të Partisë Socialiste dhe oligark në këtë. Duke qenë ushtarak që 14 vjeç, duke qenë që kjo padrejtësi ishte shumë e madhe, kam bërë një betejë që s'është bërë ndonjëherë në historinë e Shqipërisë dhe sot e kësaj dite. Kam ndjekur të gjitha rrugët, që nga KQZ-ja, Kasi, Kolegji Zgjedhor, pastaj mi kthyen në gjykatë administrative, në gjykatën e lartë dhe tani rikthehemi prapë në KQZ, në SPAK, gjykatën e posaçme kundër krimit të organizuar me radhë. Pra betejë politike, betejë mediatike dhe betejë ligjore. Dhe unë që nga i moment i grabitjes padrejtësisht të mandatit, pavarësisht se nuk kam forcë ligjore për ta mbrojtur, për shkak të kapjes së institucioneve nga rilindja, unë kam qenë fushat me njerëzit për t'i bindur që unë jam mirënjohës për votën e dhënë dhe unë nuk dorëzohem nga kjo betejë ligjore. Kam pas kompromise nga më të shumtat, afera nga më të shumtat, që unë të risha në këto denoncimet, por është natyra ime me fjalë që kam dinjitet, prandaj ngre zërin, pavarësisht gjithë kësaj karriere politike që kam bërë, me fjalë pasuria ime është e deklaruar vetëm një shtëpi, edhe jam ballë për ballë me qytetarët ku kam konkuruar, ku kam fituar dhe në çdo betejë që kam bërë. Pra le të themi jeni pastër dhe keni të deklaruar të gjitha. Dhe tani jemi në këtë gjendje. Pra ne në ditën e njëjtë, në orën 11, pas vendimit të Kolegjit të Lartë të Gjykatës së Lartë dhe mbas kthimit të përgjigjes nga Prokuroria e Posaçme SPAK-u, që Ajdari është i dënuar me vendim të formës prerë edhe në SPAK, me 9 muaj burg në gjykim të shkurtuar me 150 orë punë, ndërkohë i dënuar dhe në Greqi, dhe ne kemi kërkuar pavlefshmërinë e mandatit. Pra ne kërkuam që në 4 prill, 1 muaj para zgjedhjeve, 40 ditë para zgjedhjeve, me vull apostile, e cila është ligjore dhe e njohur ndërkombëtarisht, ja quam KQZ-sh, por KQZ-ja luajti duke kërkuar hetim të thelluar në Prokurorinë e Përgjithshme dhe përgjigja vjen më njëherë mbasi mandati u grabit në Prokuroria e Përgjithshme, u vonuoti për ta mbajtur në detyrë. Dhe më pas KQZ-ja e mban në detyrë në kundërshtim me ligjin e dekriminalizimit, unë ngrita zërin mediatikisht dhe ankimuam në KAS. Kasi, pra unë ruaj respekt për Kasin, për të gjithë juristët, pavarësisht akuzave që janë bërë nga opozita, e kthyen përsëri te Celibashi për shkelje të ligjit dekriminalizimit. Në momentin që ata e kthejnë, avokati i ish prokurori i përgjithshëm, Dhori Sollaku, është avokati i majm, i Ajdarit me taksat e qytetarëve të Kuçovës, e çon në gjykatën administrative. Në gjykatën administrative ne paraqitemi para 2 vjetë e gjysmë dhe na thonë që është me leje lindje gjyqtarja. Mbas një vit e gjysmë lind gjyqtarja, sepse nuk mund ta merrte në një gjyqtar tjetër, dhe mbas një vit e gjysmë paraqitem në gjykatën administrative bashkë me avokatin Langozi dhe aty me njerë gjyqtarja thot të riqen për vendim. Mbas një seance shpall mos kompetencën, sepse nuk ishte kompetencë e saj, por ishte e KQZ-s. Në këtë moment vazhdon loja pikpongu me institucionet e drejtësisë, e çojnë gjykatën e lartë, mbas 4 muaj merr vendim gjykata e lartë, njofton KQZ-n dhe KQZ ka 1 muaj e ca përsëri me fjalë e shtyn merr kohë duke i çuar shkres tjetër SPAK-ut që për statusin juridik të Kreshnik Ajdarit, i cili ka 9 kallëzime të tjera në SPAK, vazhdon me fjalë odiseja për krime të rënda, abuzime me detyrën duke lënë Kuçovën si mesjet, dhe ditën e na njoftuan sot me email që ditën e njëjtë në orën 11 do të shqyrtohet shkarkimi dhe pavlefshmëria e këtij mandati. Që do të thotë, mbas këtij do të kalojë në KAS, ankimohet nga ne apo ankimohet